Zëdhënësja për antikorrupsionin në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli, ka folur për procedurën e prokurimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shërbimin postar të zgjedhësve jashtë vendit, të cilin e mori përsipër DHL International Albania. Vangjeli tha se ky kontraktim është shoqëruar me shkelje ligjore përfshir përdorimin e nënkontraktorëve, të cilët nuk ishin të parashikuar në kontratën e firmosur. Ndalemi te kushtet e kontratës të paracaktuara nga KQZ. Qartësisht, vetë KQZ ka deklaruar se DHL International Albania nuk do të lejohet të nënkontraktojë subjekte të tjera dhe as subjekte mbështetës gjatë zbatimit të kësaj kontrate. Tani shkojmë tek postimet e Tauland Ballës dhe jo vetëm. Në rrjetin e tij social Facebook në datën 2 maj ku shkruhet: Nesër, zyrat e DHL, Spidix dhe Courier janë të hapura në të gjithë Greqinë. Në Greqi, shumica e pikave të shërbimit të DHL dhe nënkontraktorët do jenë të hapura. Zarfi mund dorëzohet në një pikë shërbimi DHL, Courier Center ose Spidix, ose mund të organizoni marrjen nga banesa. Sa i përket kompanisë ACS, kjo kompani pranon vetëm dërgesa në disa zona të largëta. Lutemi dorëzoni zarfin tuaj sa më parë në DHL, Spidix ose Courier Center që vota të mbërri në kohë në Shqipëri. Pra, përveç DHL, Tauland Balla njofton emrat e 3 nënkontraktorëve: Spidix, Courier Center dhe kompania ACS Courier. Ajo bëri fajtore KQZ-n për mos monitorimin e procesit. Të dhënat zyrtare sipas dokumentave të prokurimit dhe vetë kontratës së nënshkruar nga palët, njoftojnë dhe lejojnë vetëm DHL International Albania si zbatues të kësaj kontrate. Tani, Tauland Balla, Partia Socialiste në Greqi, eksponent dhe deputet të tjerë të Partisë Socialiste, madje dhe vetë ambasada shqiptare në Greqi. Nga i dinin këto të dhëna për nënkontraktorët dhe detajet të tjera organizimi për kontaktet e tyre? Për Partinë Socialiste jemi të qartë, por vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shkelur të paktën kodin zgjedhor në 25.1. Vendimin e Komisionit Rregullator nr. 13/12 nëntor 2024. Dokumentacioni zgjedhor i dërgohet zgjedhësit nga jashtë në mënyrë individuale, në adresën e deklaruar në perë nga vetë zgjedhësit dhe nëpërmjet një shërbimi postar ekspres që mundson gjurmimin e dërgesës. Nisur nga informacionet e marra nga votuesit në diasporë, DHL nuk është siguruar për identitetin e marrësit me dokument identifikimi, por është mjaftuar me paraqitjen te dera e një personi dhe ka lënë zarfat pa i kërkuar mjet identifikimi. Mënyra e zbatimit të kontratës nga DHL, për cilën zoti Celibashi foli në konferencën për media të datës 22 maj, duhet të ishte monitoruar jo tani, por që në lidhjen e kontratës, sipas planit të hartuar nga vetë KQZ në zbatim të nenit 107 të VKM-s për miratimin e rregullave të prokurimit publik. Shkeljen e vetë kontratës së nënshkruar në 4 prill ndërmjet palëve KQZ dhe kontraktorit DHL International Albania, zbatimi i cilës u kushton shqiptarëve 11 milion euro, por që dështoi me sukses. Sipas saj, PD do të ndjekë të gjitha procedurat ligjore lidhur me dëmin financiar dhe elektoral që solli kjo procedurë prokurimi.